Mirdita. Për Partinë Demokratike, procesi elektoral është procesi themelor i një shoqërie të lirë dhe i njerëzve të lirë. Pra, është procesi më serios. Në këtë kontekst, jam këtu së pari për të shprehur mirënjohje, falënderim të madh për të gjithë ata komisioner, për të gjithë ata vëzhgues, numërues që e gdhin gjatë natës duke numëruar votat e qytetarëve. Së dyti, ju bëj thirrje të gjithë strukturave të Partisë Demokratike, komisionerëve vëzhguesve, kandidatëve drejtuesve, që të bëjnë gjithçka që të numërohet çdo vot, pa asnjë me përkushtimin më të madh, sepse çdo vot kundër regjimit meriton nderimin më të madh dhe vlerësimin më të madh. Unë sot, ose këtë kisha qëllimin kryesor të paraqitjes para jush, në mënyrë pra dhe njëherë një thirrje për demokratët, opozitarët, të tregojmë për kushtimin dhe seriozitetin tonë maksimal në numërimin, vlerësimin e çdo vote të hedhur në kuti dhe të mos kenë asnjë ndikim nga asgjë. Kjo është detyra më e rëndësishme për demokratët sot. Votat e numëruara deri më tani tregojnë për një, po themi, fillim të diferencës së socialistëve, paktën për kutitë e votimit që janë numëruar deri më tani. Partia Demokratike projeksionet e saj tani dhe njëherë. Partia Demokratike ju ka thënë shqiptarëve dhe botës se çfarë është procesi elektoral në Shqipëri. Këtu mos të ketë kush asnjë iluzion se ato konkluzione kanë qenë politike. Jo, ato ka qenë të bazuara dhe të certifikuara tashmë nga forume politike ndërkombëtare. Ndaj dhe le durojmë për të përfunduar dhe numërimin e votës së fundit. Atëherë, Partia Demokratike do të bëjë të gjithë vlerësimet e saj. Partia Demokratike të gjithë vlerësimin e saj do ta bëj. Kësaj here, ju që pyesni, e keni shumë të thjeshtë. Mjafton të lexoni kriteret. Po nëse bëhen 710.000 për vot, nëse mbillen 10.000 hektar kanabis për vot, nëse punësohen 10.000 punojës për vot, nëse, siç e pat vetë, dhe më falni se duhet bëj një falënderim të përzemërt gazetarëve për raportimet e shkëlqyera që kanë bërë dhe sakrificat që kanë bërë, nëse ju pat qendrat e votimit të rrethuara nga patronazhistët katerantë dhe zyrat ilegale të Partisë Socialiste të ngritura pranë qendrave të votimit, ju, nëse pat faljen 2 net para të rreth 150 milion euro gjoba
të mbi 170.000 qytetarëve, atëherë emrin zgjedhjeve ja u vini vetë, po unë nuk jam këtu për këtë sot, se këto i kemi thënë ne, unë sot jam për të bërë thirrje qytetarëve të numërojnë çdo votë. Ne të tregojmë përgjegjësi para atyre që kanë votuar duke numëruar çdo votë. Dhe ky është qëllimi ynë. Sot. Zoti Berisha, po në votën e fundit, nëse është ky rezultat dhe ju do të shpalleni humbës, duke fituar Partia Socialiste. Urdhëroni edhe një herë. Asnjëri para këtij procesi nuk mund të bëjë automatik. Nuk mund të bëjë atë se këto nuk kanë ndodhur. Ju jeni dëshmitar që s'mund të hedhë, sepse këto që thash unë janë 4 prej tyre janë me vendime zyrtare qeverie, pra në publike, nuk janë private. Apo së shu, ka kritere për zgjedhjet, janë shkelur në mënyrën më të pamëshirë, përveçtjerash, xhabaftat, pojat, suelçela e tjerë të cilët nuk ka asgjë këtu të fshehtë. Pra, në këto kushte, nuk ka njeri që mund të vënë dyshim. Këto që themi ne, por unë sot jam këtu për të kërkuar nga strukturat e Partisë Demokratike, pavarësisht nga çdo gjë, duhet është në detyrimin tonë të numërojmë çdo votë. Zoti Berisha, po paralajmërojnë në fakt mosionin e rezultatit me gjithë këto pretendime, akuza që ngrini në adresë të Partisë Komunistare? Urdhëroni? Po paralajmërojnë mos njohjen e rezultatit të këtyre zgjedhjeve nisur nga gjitha. Unë po paralajmëroj këtë? Po si po e paralajmëroj unë këtë? Po në qoftë se kryeministri firmos dhuratën kryeministrore 100 euro për votë, nuk është përgjegjësi e opozicës kjo. Në qoftë se kryeministri firmos mbjedhjen e 10 mijëra hektarëve kanabis për votë, kjo s'është përgjegjësi e opozitës. Në qoftë se kryeministri firmos faljen e 150 milion gjobave 2 ditë para zgjedhjeve, kjo nuk është përgjegjësi e opozitës. Cila është, thoni ju këtu, përgjegjësia e opozitës? Çfarë mendoni ju se mundet opozita tjetë shëmbyll ndaj këtyre? Pa mundur, asnjëri i qytetëruar. Asnjëri i qytetëruar nuk mund të mbyll syt para këtyre. Por këto që janë të njohura, se nuk janë të panjohura, as nga këto. Këto pavarësisht çdo votë duhet numërohet. Ky është qëndrimi ynë. Këto qëndrimet dhe akuzat që ju po bëni sot njasojnë shumë me qëndrimet dhe akuzat që ka bërë Lulzim Basha në 2017 dhe 2021. Por nga ana tjetër, në statutin e Partisë Demokratike, kur Tani, edhe njerë. vetëm ta përfundet. Po. Ka një klauzor që thotë, pavarësisht çfarë do lloj pretendimi dhe akuza që ngrihen mbi procesin, dorëheqja e kryetarit të partisë është e parevokueshme. Do e zbatoni këtë. Tani edhe një herë. Nuk janë dhënë kur 138 licenca për 10.000 hektar kanabis. Nuk janë dhënë kur 100 euro për votë publikisht. Nuk duhet që të na pegojnë mjergulla të shohim drurt. Nuk ka ndodhur kur që të falen 2 ditë para zgjedhjeve 150 milion euro gjoba. Nuk ka ndodhur kur që në një vit elektoral të arrestohen dhe apo të jenë në proces politik 3 lidhjet e partive opozitare. Nuk ka ndodhur ndonjëherë këto. Nuk ka ndodhur ndonjëherë. Ka një rekord historik ky vend. Kjo është hera e parë. Besoj se jemi dakord. Kështu që asnjë prej këtyre nuk pajtohet me një proces zgjedhor.
të drejtë. Nuk pajtohet me parimet ndërkombëtare të zgjedhjeve të lira, por kjo prap, dhe këto janë publike, nuk duhet që asnjë demokrat edhe demokrat të shmang apo të tregoj lodhjen më të vogël, megjithëse lodhja është normale, në vlerësimin dhe numërimin e çdo vote. Besoj se përgjigja ishte shterruese. Këto zgjedhje. Urdhroni? Nëse ndërkombëtarët do të njohin këto zgjedhje, Partia Demokratike dhe ju do të pranoni rezultatin e dalë nga kutitë e votimit? Vetëm ai që është sipër mund të ndaloj Partinë Demokratike pa bërë gjithçka për të mbrojtur votën e shqiptarëve. Ky komb do votoj i lirë. Ju them unë ju. Forcë në botë nuk do ketë të pengoj shqiptarët votojnë të lirë. Urdhoni? Trumpi është një forcë që mbështet fuqishëm zgjedhjet e lira në Amerikë dhe në botë. Pra dhe njëherë. Asgjë. E kuptoj pyetjen, di unë atë. Jo. Ta harroj kush se mund të pengoj shqiptarët pa realizue, pa votu edhe ata si kombe tjera të lira. Faleminderit.